Janë bërë 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, por Kosova vijon të jetë pa institucione funksionale. As këtë të premte nuk u arrit të konstituohej kuvendi i ri duke shënuar dështimin e 13 me radhë në këtë proces. Kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi për herë të tretë krijimin e një komisioni ad hoc për mbikëqyrjen e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Por si në herët e mëparshme kërkesa e tij nuk u mbështet nga partitë opozitare PDK, LDK, AAK dhe Nisma. Në mungesë të quorumit, seanca u shtyp për më 11 maj në orën 10, por shenjat nuk janë optimiste për një zgjidhje të shpejtë. Ngërçi institucional që po zvarritet prej javësh tashmë po ngre shqetësime serioze për paralisë të plotë të jetës parlamentare dhe shtetërore në Kosovë. Mos konstituimi i kuvendit bllokon edhe formimin e qeverisë së re proces, ky që është kushtetuesisht i lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentari. Nëse kjo situatë vazhdon edhe pas 11 majit, presidentja Vjosa Osmani ka të drejtë të ndërhyjë për të mandatuar një tjetër forcë që garanton shumicën. Në të kundërt, vendi mund të përballet me një raund të ri zgjedhjesh.